si ishte të përballeshe me një luan në Koloseun e Romës, çfarë bënin të krishterët para vdekjes dhe ju nuk e dinin. 50.000 njerëz duke bërtitur. Diell përvëlues. Rër e njollosur me gjak të tharë. Dhe ju aty, zbathur, pa armë, duke dëgjuar ulërimën e një kafshe që nuk mund ta shihni. Kjo ishte skena e fundit që mira të krishterë pan në Romën e lashtë. Por ajo që ndodhte para këtij momenti, në orët, në ditët, në qelitë e errëta nën arenë, pothuajse kur nuk tregohet. Dhe është pikërisht aty ku ndodhet pjesa më mbreslënëse e kësaj historie. Koloseu nuk ishte thjesht një amfiteatër. Ishte një makinë spektakli e projektuar për të mahnitur dhe të meruar nëpër masa të barabarta. I përuruar në vitin 80 pas Krishtit në Perandorin Tit, ndërtesa kishte kapacitet për të akomoduar midis 50.000 dhe 80.000 spektatorë. Shkallaret e tij ngriheshin në pothuajse 50 metra lartësi, e barabartë me një ndërtesë 15 katesh. Arena qendrore maste 83 metra gjatësi me 48 metra gjerësi, e mbuluar nga një shtresë rëre të trashë që thithte gjakun dhe lehtësonte pastrimin midis spektakleve. Fjala arena vjen nga latinishtja për rërën. Emri tregonte tashmë funksionin. Por inxhinieria e vërtet e tmerit nuk ishte në sy të publikut. Nën këtë sipërfaqe ekzistonte një botë e padukshme. Hipogjeu, siç quhej, konsistonte në 2 nivele nëntoksore me më shumë se 80 puse vertikale dhe një rrjet korridorësh që shtrihej për pothuajse 600 metra. Atje qëndronin kafshët, gladiatorët, pajisjet e skenës dhe të dënuarit. Ashensorët e operuar me litar dhe rrotulla mund të bënin të shfaqej në sekonda një luan në qendër të arenës. Efekti ishte teatral. Frika ishte reale. Dhe të krishterët njihnin çdo detaj të këtij sistemi para se të hidheshin në të. Të krishterët që mbërrinin në atë vend nuk vinin nga gjykime konvencionale. Gjatë periudhave të persekutimit më intensiv, veçanërisht në Neronin, Domicianin, Decin dhe Dioklecianin, mjaftonte një denoncim anonim, dëshmia e një fqinji armiqësor ose refuzimi publik për t'u sakrifikuar perëndive romake. Procesi ishte përmbledhës. Sentenca, pothuajse gjithmonë e njëjtë, damnatio ad bestias. Dënim me bisha. Mendoni se çfarë do të thoshte të merrje këtë sentencë. Nuk kishte ankimim. Nuk kishte mbrojtje teknike. Nuk kishte shans të dytë. I akuzuari transferohej drejt për drejt në qelitë e amfiteatrit, ku do të priste ditë ose javë derisa emri i tij të përfshihej në programin e lojrave. Kalendari romak parashikonte më shumë se 170 ditë spektaklesh publike në vit. Gjithmonë kishte hapësirë për një ekzekutim më shumë. Çështja nuk ishte kur nëse, por kur. Dhe pritja ishte pjesë e ndëshkimit. Në qelitë nëntoksore, errësira ishte pothuajse totale. Hapje të vogla në tavan linin të hynin rreze drite që mezi ndriçonin fytyrën e atij që ishte anash. Era ishte një përzierje kashte të lagur, mbeturinash njerëzore dhe aromës së pagabueshme të kafshëve të egra. Luanët, leopardët, arunjt dhe demat mbaheshin në kafaze të afërta, ndonjëherë të ndarë nga të burgosurit vetëm me shufra hekuri. Ulërima e një felini të uritur ushtonte nëpër korridore në çdo orë të ditës apo natës. Nuk kishte si të flijej vërtet. Rojet romake bënin patrulla konstante. Çdo qeli mbyllej me shufra druri të përforcuar dhe kyçe bronzi. Zinxhiret lidhnin kyçet e këmbëve të burgosurve më të rrezikshëm ose më të vlefshëm për spektaklin. Arratisja ishte matematikisht e pamundur. Tentativat e regjistruara përfundonin gjithmonë në të njëjtën mënyrë, kapje e menjëhershme dhe ekzekutim i parakohshëm, zakonisht me shpatë, pa nderin e dyshim të arenës. Kush tentonte të arratisej humbiste edhe të drejtën për të vdekur para publikut. Ushqimi ishte i llogaritur për të dobësuar. Bukë e fortë, ujë dhe her pas here një lëng i holl drithërash. Jo për kursim, perandoria kishte burime të tepërta, por për strategji. Të burgosurit e dobësuar ofronin më pak rezistencë. Gjithashtu kishte një llogaritje spektakli, një i dënuar i dobët dhe i brish kontrastonte më dramatikisht me bishën muskuloze që do ta sulmonte. Pabarazia vizuale ishte pjesë e argëtimit. Çdo detaj ishte i menduar për të maksimizuar ndikimin mbi publikun. Por kishte diçka që Roma nuk mund ta kontrollonte. Koha e pritjes ndryshonte jashtëzakonisht. Disa të burgosur prisnin vetëm 3 ose 4 ditë.
Të tjerë qëndronin në qeli për më shumë se një muaj, varësisht nga programi i lojrave dhe sasia e të dënuarve në dispozicion. Pasiguria ishte pjesë e ndëshkimit psikologjik. Të mos dijes se kur do të thirreshe do të thoshte të jetoje çdo agim sikur të ishte i fundit. Tingulli i hapave në korridor mund të ishte vakti i ditës ose thirrja finale. Nuk kishte si të dallohej derisa dera të haprej. Disa të burgosur çmendeshin para se të mbërrinin në arenë. Të tjerë tentonin vetvrasjen, duke kafshuar gjuhën e tyre derisa gjakoste, duke goditur kokën pas mureve të gurta, duke refuzuar çdo ushqim derisa trupi kolapsonte. Rojet kishin urdhra për të parandaluar këto vdekje të parakohshme. Spektakli kërkonte viktima të gjalla. Të vdisje para kohe ishte t'i vidhje publikut argëtimin e premtuar. Midis të dënuarve kishte çdo lloj njeriu. Hajdut rrugësh, dezertor të ushtrisë, sklever rebel, të burgosur lufte nga provinca të largëta. Por të krishterët formonin një kategori më vete. Ata nuk ishin aty për krime kundër njerëzve ose pronave. Ishin aty për krime kundër perëndive. Dhe kjo ndryshonte gjithçka. Logjika romake ishte e thjeshtë dhe brutale. Perandoria funksiononte në mbrojtjen e një panteoni hyjnor. Jupiteri, Marsi, Venera dhe 10 hyjni të tjera garantonin prosperitetin e Romës në këmbim të sakrificave dhe ritualeve. Refuzimi për të marrë pjesë në këtë sistem ishte më shumë se një thyrje fetare, ishte tradhti politike. Të krishterët, duke deklaruar se ekzistonte vetëm një Zot dhe se Jezusi ishte i vetmi Zotëri, mohonin hyjnin e vet perandorit. Në terma romak, kjo ishte e barabartë me terrorizëm. Dhe terroristët meritonin vdekje publike. Çfarë ndodhte, pra, në orët finale para arenës? Rrëfimet që mbjetuan vinë nga burime të ndryshme, letra peshkopësh, akte martirizimi, dëshmi të ruajtura nga komunitetet e krishtera dhe madje vëzhgime të historianëve romak. Modeli që shfaqet është befasues. Ndërsa të burgosurit e tjerë bërtitnin, bënin pazare ose tentonin të korruptonin rojet, të krishterët bënin diçka tjetër. Mblidheshin. Edhe pse të ndaluar të praktikonin besimin e tyre, edhe pse të vëzhguar vazhdimisht, ata gjenin forma për të lutur së bashku. Uleshin në radh në qoshet më të errëta të qelive. Flisnin me zë të ulët, pothuajse për shpëritje. Disa njinin psalme të tëra përmendësh, veçanërisht psalmin 23, me fjalët e tij për kalimin nëpër luginën e hijes së vdekjes. Të tjerë përsëritnin fraza nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 10, ku Jezusi paralajmëron se ndjekësit e tij do të dorëzoheshin nëpër gjykata dhe do të fshikulloheshin, por se shpirti do të fliste për ta në atë orë. Rojet nuk kuptonin. Kishte diçka shqetësuese në këtë qetësi. Dokumentet administrative romake regjistrojnë vështirësinë e ushtarëve për të kuptuar atë sjellje. Një memorandum i shekullit të dytë përmend të burgosur të krishterë që këndonin himne perëndisë së tyre sikur të ishin në një banket, jo në një burg. Fraza ishte shkruar me përbuzje. Por pas përbuzjes kishte një shqetësim të vërtetë. Si mund të këndonte dikush duke e ditur se do të coptohej në pak orë? Himnet nuk ishin të improvizuara. Shumë komunitete të krishtera kishin zhvilluar tashmë këngë specifike për momente persekutimi. Disa bazoheshin në psalmet hebraike, të përshtatura në greqisht ose latinisht. Të tjerë ishin kompozime origjinale që qarkullonin gojë më gojë midis kishave shtëpiake. Një fragment i ruajtur flet për kalimin nëpër zjarr pa u djegur dhe mposhtjen e luanit me gjakun e qengjit, referenca që rojet romake nuk i kuptonin, por që për të krishterët kishin kuptim të thellë. Qengji ishte Jezusi, i sakrifikuar në Jeruzalem dekada më parë. Gjakun ishte si i tij, ashtu edhe i tyre. Lidhja ishte e drejtë për drejtë. Nuk ishte naivitet. As mohim i realitetit. Të krishterët e dinin saktësisht se çfarë i priste. Shumë kishin parë ekzekutime publike para se të burgoseshin. Njinin procedurën hap pas hapi. E dinin se do të dërgoheshin nëpër një korridor të ngushtë deri te një derë hekuri. E dinin se dera do të haprej drejt dritës verbuese të diellit mesdhetar. E dinin se turma do të shpërthente në britma kur t'i shite të hynin. E dinin se në anën tjetër të arenës një kafshë e uritur do të ishte tashmë duke u provokuar për të sulmuar. Nuk kishte mister mbi fatin. E vetmja çështje ishte se si ta përballonin. Dhe aty, në nëntokën e errët, ata përgatiteshin në të vetmen formë që njihnin. Luteshin.
Nuk luteshin për të shpëtuar, të paktën jo nga vdekja fizike. Luteshin për të mos mohuar besimin në torturë. Luteshin që frika të mos i dominonte. Luteshin që dëshmia e tyre, edhe në agoni, t'i thoshte diçka atij që shikonte. Disa dokumente përmendin të krishterë që agjeronin vullnetarisht në orët finale, duke refuzuar vaktin e fundit të ofruar nga rojet. Donin të hynin në arenë me stomak bosh, si formë sakrifice shtesë. Trupi ishte tashmë i dënuar. Shpirti, jo. Të tjerë përshëndeteshin në forma që tronditnin romakët e pranishëm. Rrëfimet e mëkateve bëheshin me zë të lartë para shokëve të qelisë. Thyrje të vogla faleshin. Mërit e vjetra treteshin në minuta. Ka regjistrimet të krishterëve që deklaronin falje specifike për atë që i kishte denoncuar te autoritetet, shpesh fqinje, kolegë pune ose madje familjar që donin të hiqnin qafe problemet me shtetin. Ky akt faljeje eksplicite ishte i pakuptueshëm për mentalitetin romak. Si mund të falte dikush përgjegjësin direkt për vdekjen e tij? Konsideroni psikologjinë e këtij momenti. Jeni në një qeli të errët, të prangosur, duke dëgjuar kafshë të egra duke u lëritur pak metra larg. Ju e dini se në pak orë do të coptoheni para një turme që do të duartrokas çdo goditje. Dhe ju zgjidhni të shpenzoni momentet tuaja të fundit duke falur atë që ju vendosi aty. Për romakët, të bazuar në nder, hakmarrje dhe reciprocitet, kjo ishte çmenduri. Për të krishterët ishte përmbushja literale e fjalëve të Jezusit në kryq, atë fali ata, sepse nuk din çfarë bëjnë. Atëherë momenti mbërrinte. Një oficer romak zbriste në qeli me një listë në dorë. Emrat thirreshin një nga një. Të zgjedhurit zgjidheshin nga prangat dhe udhëhiqeshin nëpër një korridor ngjitës në drejtim të arenës. Drita shtohej gradualisht. Zhurma gjithashtu. Së pari një murmurim e largët, pastaj një ulërim njerëzore që rivalizonte me atë të kafshëve. 50.000 zëra të shkrirë në një valë të vetme zanore. Dera haprej. I dënuari hynte zbathur në rërën e nxehtë. Shumica vishnin vetëm një tunik të thjeshtë, ndonjëherë tashmë të grisur nga ditët e robërisë. Asnjë armë, mburoj apo ndonjë mbrojtje. Në disa ekzekutime, të krishterët lidheshin në shtylla druri të ngulura në rër, të paaftë për t'u lëvizur. Në të tjera, liheshin të lirë për të vrapuar, jo si mëshirë, por si argëtim shtesë. Turma pëlqente të shihte prend duke tentuar të arratisej. Ndjekja ishte pjesë e shfaqjes. Në anën tjetër të arenës, kujdestarët hapnin kafazet. Kafshët e përdorura në ekzekutimet e të krishterëve nuk zgjidheshin rastësisht. Luanët afrikan ishin më prestigjioze, të sjellë nga rajone si Numidia, Algjeria e sotme, me një kosto të barabartë me pagën vjetore të një centurioni. Një luan mashkull i rritur peshonte midis 190 dhe 250 kg. E barabartë me 3 burra romak të madhësisë mesatare. Dhëmbët e tyre masnin deri në 8 cm. Një kafshim i vetëm mund të shtypte një kafshë njerëzore sikur të ishte një frut i pjekur. Por perandoria nuk përdorte vetëm luan. Leopardët ishin më të shpejtë dhe të paparashikueshëm, të aftë për të kërcyer distanca deri në 6 metra në një hovë të vetëm. Arunjtë e murm, të importuar nga pyjet e Gjermanisë, ishin veçanërisht të frikshëm për forcën e tyre brutale. Një goditje putre mund të shkëpuste krahun e një burri të rritur. Demat e egër përdorshin për variacion, ndonjëherë me brirë të nxehur në prush për të shkaktuar djegje përveç plagëve shpuese. Kreativiteti romak për mizorin dukej se nuk kishte fund. Kafshët mbaheshin pa ngrënë për 2 ose 3 ditë para lojrave. Uria ishte pjesë e stërvitjes. Disa provokoheshin me heshta dhe pishtar në orët e mëparshme, për të garantuar që të hynin në arenë në gjendje tërbimi maksimal. Përballja nuk ishte një luftë. Ishte një ekzekutim i koreografuar për të dukur si argëtim. Kostoja e mbajtjes së këtyre kafshëve ishte astronomike. Një luan i vetëm konsumonte rreth 7 kg mish në ditë, e barabartë me atë që një familje romake e varfër hante në një javë të tërë. Kafshët transportoheshin nga provinca të largëta në anije speciale, me kafaze të përforcuar dhe ekipe kujdestarësh të dedikuar. Shumë vdisnin gjatë udhëtimit prej javësh nëpër mesdhe. Ata që mbjetonin mbërrinin të stresuar, agresiv dhe të paparashikueshëm. Saktësisht ajo që organizatorët donin.
Logjika pas çdo spektakli përfshinte qindra njerëz, gjuetar në provinca, transportues detar, kujdestar të specializuar, veteriner, operator të ashensorëve të hipogjell. Gjithçka për të garantuar që në momentin e duhur, një kafshë e egër të shfaqej në arenë e gatshme për të vrarë. Roma investonte pasuri në vdekje. Kishte gjithashtu një hierarki vdekjesh që pak njerëz e njohin. Kriminalët e rëndomt ekzekutoheshin në intervalin e mesditës, kur një pjesë e publikut dilte për të ngrënë drek dhe shkallaret mbeteshin gjysmë bosh. Të krishterët, duke u konsideruar armiq special të shtetit, shpesh merrnin oraret kryesore, në fillim të pasdites, kur shkallaret ishin plot dhe vëmendja ishte maksimale. Ishte një nder i përmbysur. Sa më i urryer i dënuari, aq më i mirë orari i ekzekutimit të tij. Roma donte që të gjithë të shihnin se çfarë ndodhte me atë që sfidonte Perëndi. Çfarë shihnin spektatorët, pra, kur një krishter hynte në arenë? Shumica priste dëshpërim. Britma, lutje, tentativa frenetike për arratisje. Kjo bënte pjesë në skenarin e zakonshëm. Por rrëfimet tregojnë se shpesh ndodhte diçka krejtësisht tjetër. Disa të krishterë ecnin drejt qendrës së arenës me hapa të sigurt, sikur të ishin duke hyrë në një tempull. Të tjerë gjunjëzoheshin menjëherë në pozicion lutjeje duke injoruar kafshën që afrohej. Ka regjistrime të dënuarve që këndonin himne me zë të lartë, të dëgjueshëm edhe mbi ulërimën e turmës. Një dokument i shekullit të dytë përshkruan një grua të quajtur Blandina, e martirizuar në Lyon, e cila përsëriste vetëm një frazë ndërsa sulmohej: "Jam e krishter dhe asgjë e keqe nuk bëhet mes nesh." Ajo u varë në një shtyllë dhe u ekspozua para bishave. Kafshët nuk e sulmuan menjëherë. Organizatorët u detyruan ta tërhiqnin dhe ta kthenin në një ditë tjetër. Kur më në fund vdiq, pas ditësh torturash të ndryshme, turma ishte më shumë e shqetësuar se sa e argëtuar. Kjo qëndrim çorientonte të gjithë sistemin. Qëllimi i ekzekutimeve publike ishte i dyfisht: eliminimi i kërcënimeve ndaj shtetit dhe demonstrimi i fuqisë absolute të Romës mbi armiqtë e saj. I dënuari duhej të lypte. Duhej të poshtërohej. Duhej të shërbente si shembull negativ për çdo që mendonte të sfidonte perandorin. Kur kjo nuk ndodhte, diçka thyej në skenar. Ekzekutimi humbiste një pjesë të qëllimit të tij. Historianët romak si Taciti dhe Plini i Riu përmendin në veprat e tyre çudinë e shkaktuar nga sjellja e krishterë. Plini, në një letër drejtuar perandorit Trajan rreth vitit 112, i përshkruan të krishterët si njerëz me supersticion të tepruar dhe pervers, por pranon se nuk ka gjetur mes tyre krime reale përveç kokfortësisë. Taciti, duke shkruar mbi persekutimet e Neronit pas zjarrit të Romës në vitin 64 pas Krishtit, bëren se mizoria ekstreme kundër të krishterëve filloi të gjeneronte mëshirë te popullata, jo sepse ishin të pafajshëm, sipas tij, por sepse ndëshkimi duke i paproporcionuar me krimin. Mëshira ishte një problem. Roma nuk donte martir. Donte ndëshkim shembullor. Donte që frika të shpërndajë rrugëve dhe të heshte çdo mospajtim. Por çdo ekzekutim që duhej të heshte besimin përfundonte duke gjeneruar më shumë pyetje. Çfarë besimi është ky që bën dikë të vdes duke kënduar? Pyetja nuk kishte përgjigje të lehtë. Dhe pyetjet pa përgjigje shpërndahen. Vëzhgoni se çfarë ndodhte pas ekzekutimeve. Kufomat hiqeshin nga sklever të specializuar, të tërhequr me grepa metali për të mos kontaminuar rërën me gjak të tepërt. Kishte një interval të shpejtë që të dënuar të rinj të hynin. Efikasiteti ishte prioritet. Nuk kishte varrim zyrtar për të ekzekutuarit. Mbetjet mortore shpesh hidheshin në gropa të përbashkëta jashtë mureve të qytetit, bashkë me mbeturinat shtëpiake dhe kufomat e kafshëve. Synimi ishte i qartë, të mohoi të krishterëve çdo dinjitet pas vdekjes. Pa trup të identifikueshëm, nuk do të kishte varr. Pa varr, nuk do të kishte vend nderimi. Pa nderim, kujtesa do të vdiste bashkë me personin. Ishte një plan logjik. Nuk ishte kjo që ndodhi. Të krishterët e lirë, që ende nuk ishin denoncuar, rrezikonin jetët e tyre për të rikuperuar mbetjet e martirëve. Shkonin natën në vendet e hedhjes, kur rojet ishin më pak të vëmendshëm. Kërkonin kocka, fragmente rrobash, çdo gjë që mund të identifikohej. Korruptonin skleverit dhe rojet me pak para që kishin. Transportonin gjetjet në fshehtësi, nën mantela dhe shporta kashte, drejt katakombeve, tunele nëntoksore të gërmuara në shkëmbin vulkanik rreth Romës, fillimisht të përdorura sigurore ose sisteme kullimi.
Rreziku ishte i madh. Të kapeshe duke rikuperuar mbetjet e një të krishterit të ekzekutuar do të thoshte t'i bashkoheshe atij në seancën tjetër të lojrave. Megjithatë, vazhdonin. Katakombet u bën varrezat e para të krishtera. Dhe më shumë se aq, u bën kisha sekrete, spitale të improvizuara, vendfshehje për të arratisurit. Në muret e errëta, në dritën e pishtarëve dridhës, u shfaqën shprehjet e para të artit të krishterë. Vizatimet të thjeshta peshish, peshku ishte një simbol i koduar, pasi shkronjat greke për peshk formonin një akrostik për Jezus Krishti, biri i Perëndis, shpëtimtar. Spirancat përfaqësonin shpresën. Pastorët me dele mbi supe evokonin parabolën e bariut të mirë. Ishin kode vizuale për një besim që nuk mund të flitej në publik. Disa katakombe zhvilluan sisteme të detajuara identifikimi që funksiononin si një gjuhë sekrete. Familjet e krishtera shënonin varret e martirëve të tyre me simbole specifike që vetëm të iniciuarit do t'i njihnin. Një palmë do të thoshte fitore, jo ushtarake, por shpirtërore. Një kuror tregonte se i vdekuri kishte përfunduar garën sipas fjalëve të apostullit Paul. Datat regjistroheshin jo sipas kalendarit zyrtar romak, por sipas përvjetorit të vdekjes, të quajtur dita e lindjes, lindje për jetën e amshuar. Gjuha ishte e përmbysur me qëllim. Atë që Roma e quante ekzekutim, të krishterët e quanin lindje. Atë që Roma e quante humbje, ata e quanin fitore. Atë që Roma e quante fund, ata e quanin fillim. Dimensiononi madhësinë e këtij fenomeni. Katakombet romake shtrihen për më shumë se 150 kilometra tunele të gërmuara në shkëm. Vlerësohet se ato mbajnë mbetjet e 500.000 deri në 750.000 njerëzve, shumica dërmuese të krishterë të 4 shekujve të parë. Çdo trup ishte një histori. Çdo varr i improvizuar ishte një akt rezistence të heshtur kundër perandorisë më të madhe që bota kishte parë ndonjëherë. Persekutimet nuk ishin konstante. Kishte periudha tolerance relative midis momenteve të dhunës ekstreme, ndonjëherë dekada të tëra paqeje. Por kur persekutimet vinin me forcë të plotë. Në perandorin Dec, në vitin 250 pas Krishtit, u lëshua një edikt që kërkonte që të gjithë qytetarët e perandorisë të kryenin sakrifica publike perëndive romake dhe të merrnin një certifikat që vërtetonte aktin. Pa certifikat, nuk mund të blihej, shitej, punohej ose jetohej normalisht. Kush refuzonte arrestohej menjëherë. Persekutimi i Decit zgjati pak më shumë se një vit, por la një gjurmë prej mijëra të vdekurish dhe edhe më shumë apostatësh të krishterë që u dorëzuan para presionit dhe sakrifikuan perëndive për të shpëtuar jetët e tyre, duke gjeneruar një krizë teologjike nëse mund të ripranoheshin në komunitet më pas. Persekutimi i fundit i madh dhe më sistematiku nga të gjithë erdhi në Dioklecianin, duke filluar nga viti 303 pas Krishtit. Kishat u shkatëruan gur pas guri. Shkrimet e shenjta u dogjën në përsheshe publike. Klerikët u arrestuan në masë. Urdhri imperial ishte i qartë, të eliminohej krishterimi një herë e mirë, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Në disa provinca lindore, dhuna arriti nivele që edhe oficerët romak i konsideronin të tepruara. Historiani Eusebi i Cezares, i cili jetoi gjatë kësaj periudhe dhe dëshmoi ngjarjet personalisht, përshkruan skena të familjeve të tëra të ekzekutuara së bashku, fëmijë të hedhur para bishave para prindërve, tortura që zgjateshin për ditë para se vdekja finale të jepej si lehtësim. E megjithatë, besimi nuk vdiq. 10 vjet pas fillimit të persekutimit të Dioklecianit, perandori Konstantin lëshoi ediktin e Milanos në vitin 313, duke u dhënë liri fetare të krishterëve. Në më pak se një shekull, krishterimi do të kalonte nga fe e persekutuar në fe zyrtare të perandorisë romake. Tempujt e perëndive të lashta do të mbylleshin ose do të konvertoheshin në kisha. Koloseu do të humbiste funksionin e tij origjinal. Lojrat me ekzekutimet të krishterëve do të hynin në histori si një kapitull i mbyllur. Si arriti një fe që dukej e destinuar për zhdukje jo vetëm të mbjetonte, por të dominonte vetë perandorinë që tentoi ta shkatëronte. Një pjesë e përgjigjes ndodhet në ato qeli nëntoksore. Ndodhet në pëshpëritjet e lutjes kur gjithçka dukej e humbur. Ndodhet në aktet e faljes që sfidonin çdo logjik romake të hakmarrjes dhe nderit. Ndodhet në qetësinë çorientuese para vdekjes së sigurt. Çdo ekzekutim publik që duhej të shërbente si paralajmërim shndërrohej në dëshmi të pavullnetshme. Çdo martir që vdiste duke kënduar mbillte një pyetje në mendjen e atij që shikonte.
Cila është kjo e vërtet për të cilën ja vlen të vdesësh kështu? Perandoria donte të fshinte një fe. Përdori luan, zjarr, shpata dhe arena plot. Shndërroi ekzekutimet në spektakël mase. Investi pasuri në logjistikën e vdekjes. Dhe dështoi. Çdo vdekje publike gjeneronte më shumë pyetje se sa përgjigje. Pyetja ushtonte rrugëve të Romës shumë kohë pasi lojrat përfundonin, shumë kohë pasi rraf shihej, shumë kohë pasi spektatorët ktheheshin në shtëpitë e tyre. Sot Koloseu është rënoj. Perandorët u bën emra në libra historie dhe statuja në muze të pluhurosur. Por besimi që tentuan të shkatëronin u shpërnda në të gjitha kontinentet e tokës. Ka një ironi që historia nuk e lë të ikë, simboli maksimal i fuqisë romake u bë pikë pelegrinazhi për trashëgimtarët shpirtëror të atyre që Roma i hodhi te luanët. Çdo vit, më shumë se 7 milion njerëz vizitojnë Koloseun. Shumë prej tyre mbajnë kryqe në qafë. Ndonjëherë, ajo që duket si humbje absolute është vetëm fillimi i diçkaje që asnjë perandori nuk mund ta mbajë.